Do të diskutojmë tani edhe për sa i përket ngërçit politik në Kosovë. Para 2 ditësh, kuvendi dështoi në seancën e 18 kuvendit për të konstituar, ndërsa ditën e sotme, sipas informacioneve të vetëm pak momenteve më parë, kuvendi i Kosovës dështon edhe në përpjekjen e 19 për të konstituar, më gjërësisht në lidhje me efektet që ky ngërç politik në Kosovë po transmeton tek ekonomia, tek qytetarët. Ne do të diskutojmë me zotin Safet Gërxhaliu, ekspert ekonomie, ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës. Në këndvështrimin tuaj, pse vazhdojmë pafundësisht përpjekjet e kuvendit të Kosovës për të pritur rezultate ndryshme, sepse janë bërë plot 19 herë sot? Lufta për pushtet dhe për pozitë dhe për dominim në Kosovë nuk ka të ndalur. Këtë definitivisht po e dëshmojnë këto 19 seanca të dështuara të mbledhura në Parlamentin e Kosovës. Definitivisht një qasje të tillë është duke dëmtuar Kosovën në dimensione të shumta. Zakonisht analizohen efektet negative të moskrimit të institucioneve në dimensionin politik, në dimensionin ekonomik, social, integrues, por besoj që tani është koha kur do të mendohet në aspektin psikologjik, sepse vërtet turpi politik që e ka kaplu Kosovën i ka kalu të gjitha përmasat e durimit. Është një moment që kosovarët vërtet nuk e ndin veten komod me këtë që duke ndodhur. Ajo çka është më shqetësuese, si duket është varros ai shpirti opozitar, sepse me këtë qasje të deputetëve të Parlamentit të Kosovës dhe me këtë refuzim të krijimit të institucioneve, vërtet e meritojnë një dënim, e meritojnë një ndëshkim, e meritojnë një mbyllje dhe një bllokim që derisa të dilet me një propozim konkret të mos eksperimentohet me Republikën e Kosovës, e cila është paguar shumë shtrejt. Është turp dhe definitivisht dua të besoj që me gjeneratën e re të kosovarëve, një veprim i tillë i deputetëve në Parlamentin e Kosovës do të ndëshkohet jo vetëm moralisht, po edhe me votat të qytetarëve në të ardhmen. Dhe me qenë se përmendët votat, zoti Gërxhaliu, mendoni se për shkak të këtij ngërçi, pa mundësisë për të konstituar kuvendin, mendoni se skenari më i mundshëm do të jenë zgjedhjet? Kosova nuk e ka komoditetin për të eksperimentuar me shtet. Në këtë drejtim besoj mungesa e një dialogut më rifillt dhe një kompromisi mes partive të mëdha politike në Kosovë na ka pru në këtë situatë ku jemi. Në anën tjetër jemi në një situatë ku jo vetëm Ballkani Perëndimor, po Evropa dhe bota është duke u ballafaqur në sfida të shumta dhe besoj që Kosova duhet të jetë e mobilizuar që këto sfida të minimizohen. Dhe ajo që është më interesante sot për Kosovën flitet shumë pak. Prezenca e Kosovës qoftë në rrjetet apo në aspektin diplomatik, qoftë në për takimet të rëndësishme është minore, dhe vetë fakti që nga ky jo seriozitet politik në Kosovë, sot ambasada amerikane në Kosovë është pa ambasador, sot qeveria gjermane vendos që Kosovës nuk i duhet një përfaqësues special, siç ka qenë zoti Sarazin, e dëshmon më së miri mjerimin politik që e ka kapluar Kosovën me këtë garnitur. Dhe në fund të fundit do të shkohet në zgjedhje, po cila do të jetë zgjidhja nga këto zgjedhje, përveç një shpenzimi disa milionësh që do të bartë qytetarë e Kosovës. Prandaj besoj që kosovarët dhe kjo garnitur politike e kosovarëve po i bind shumë aspirata të kundërshtarëve të Republikës Kosovës që kosovarët nuk janë të zotë që të mbajnë shtet dhe të luftojnë për shtet. Ky është mjerimi më i madh që duhet ta prengos dhe të na prek në ndërgjegje të gjithë neve. Fillimisht, zoti Gërxhaliu, për sa i përket ndikimeve në aspektin politik, si po ndikon ky ngërç, sepse ne pam ditën e premtet, javës kaluar në Tiranë u zhvillua samiti i Komitetit Politik Evropian dhe Kosova u përfaqësua nga presidentja Zonja Osmani, ndërkohë duhet ishte përfaqësuar nga kryeministri Albin Kurti, por ai nuk mundet sepse është një qeveri në detyrë dhe çdo vendim i saj nuk mund të përfaqësohet pra. Është e vërtetë që Kosova në aspektin e prezantimit ndërkombëtar është një pikë më kritike. Fati i promovimit të Kosovës është tani vetëm në duart e presidentes Zonjës Osmani, po duhet të kuptohet që Kosova ka nevojë për prezencë shumë të madhe kudo në botë dhe tëra kjo nuk mund të jetë inokosa, apo t'i takoj vetëm një personi siç është presidentja. Në këtë drejtim është e vërtetë që Kosova tani është me një qeveri në detyrë, po ajo çka duke ndodhur
me tender që është duke ndodhur me projekte të ndryshme, nuk e le përshtypjen se janë duke pranuar këtë realitet se janë një detyrë. Janë një detyrë vetëm atëherë kur duhet të mbrohen interesat e Kosovës dhe të ballafaqohen me sfidat me të cilat Kosova do të po ballafaqohet. E vërtet samiti i Tiranës ka qenë ndoshta një ndër dobit e vitit që dëshmon që Shqipëria dhe veçanti Tirana me kalimin e kohës po e marrin primatin e kryeqytetit të Ballkanit Perëndimor, por një gjë e tillë nuk duke ndodhur në Kosovë. Kjo distancë, kjo arrogancë në kohën kur Kosova ka nevojë për miq, ka nevojë për aleat, ka nevojë për partner strategjik dhe të kemi këtë refuzim në krimin e institucioneve është më e keqja që ka mund të ndodhë Kosovës. Ne po flasim vetëm për dimensionin politik. Mi po paramendoni fal mungesës një qeverie apo një parlamenti të mirëfillt në Kosovë. Kosova nuk ka mundësi të bëjë ratifikim në marrëveshje ndërkombëtare, nuk mund të jetë dhe nuk do të jetë pjesë e një fondi shumë të fuqishëm financiar që ka të bëjë nga fondi për zhvillim dhe rritje i Ballkanit Perëndimor që janë afër 920 milion euro, nuk mund të përfitojë nga marrëveshjet ofruara përmes MCC-s që janë afër 300 milion euro, dhe lind pyetja kush e ka këtë luks në Kosovë, që Kosova me këtë kokëforci politike të dëmtohet në më shumë se 1 miliard e 200 milion euro. Vërtet është një situatë tragjike, por këtë si duket nuk po e kupton partia që i ka fituar zgjedhjet, po edhe më pak opozita që nuk ka gatishmëri të ulen, të bisedojnë dhe do të gjinet një zgjidhje për të dalë nga ky stat. Kur kresa i shtohet që na presin sfida në dialog me Serbinë dhe kjo kohë e humbur shumë më tepër po i shkon në favor Serbisë sesa Kosovës, vërtet në dimensionin kohor pasojat e këtij ngërçi politik do të jenë shumë të mëdha edhe në aspektin afat shkurt, edhe afat mesëm, po edhe në atë afat gjatë. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Xhaliu, si po ndikohen si bizneset dhe qytetarët nga kjo situatë politike? Për bizneset ne kemi diskutuar edhe më herët, është një kërkesë për të mos aplikuar rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, sepse problemet do të jenë akoma më të mëdha. Situata ekonomike në Kosovë nuk vlen të komentohet, sepse vërtet me vitet të fundit kemi dhënë rekomandime, kemi dhënë sugjerime dhe propozime konkrete si të dilë nga situatë, po si mund të flitet ambienti biznesor dhe zhvillimi ekonomik atëherë kur mungon një dialog i mirëfillt publiko-privat. Për vendime të mëdha, kur kemi të bëjmë me prodhime strategjike, siç është energjia elektrike dhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike, duhet paraprgatitje paraprake, duhet një dialog, një informim, po ndoshta edhe një vëdësim, kjo në Kosovë nuk ka ndodhur. Mjerisht në 3 vitet e fundit kemi të kurrjet të eksportit të Kosovës dhe po e them me keqardhje që Kosova po përcillet me 3 ikje të heshtura që janë shumë të rrezikshme sesa ekzodi. Heshtja e parë janë të rinj dhe qytetarët e Kosovës që në mungesë të shpresës për një të ardhmë të mirë janë duke u larguar dhe t'i thoni dikujt që nga fillimi i liberalizimit në Kosovë janë ikur më tepër se 170.000 deri në 190.000 qytetarë të Kosovës është e para. Nga Kosova nuk po ik vetëm truni dhe qytetarët, po ik edhe kapitali. Investimet më të mëdha të kosovarëve nuk janë të destinuara për Kosovë, po për vendet rajonet dhe për Evropë. Dhe tani me këtë paralajmërim për ngritje të çmimit, kompanitë janë duke hulumtuar mundësi që ndoshta edhe prodhimin ta bartin në vendet rajonit aty ku janë kushtet më të mira. Duhet të kuptojnë politikanët në Kosovë që biznesi nuk bëhet me emocione, po bëhet bazuar në interes dhe në profit. Këtë institucion nuk po ja mundsojnë dhe nuk duhet në habit ikja në mënyrë graduale e bizneseve nga Kosova. Në qershor do të kemi fillimin e të ashtuquaturit zbatim i tregut të lirë të energjisë elektrike, treg i lirë që çon drejt në një monopol të quajtur KESCO, dhe nëse 1300 kompani që ofrojnë shërbime dhe prodhime do të ballafaqohen me një ngritje të çmimit që në momente të caktuara është 160 deri në 200% më shtrejt se që ka qenë, atëherë lind pyetja ku është fati i ekonomisë kosovare. Vërtet situatë alarmante dhe nga vetë fakti që nga ana qeveritare shumë të tepër humbet kohë për të gjetë arsye për dështim, sesa për të dalë nga dështimi është ajo që e brengos sot ndërmarrësin apo biznesmenin kosovar.
Zoti Xhaliu, ju falenderoj për të lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë.